janë kushtet e errësirës 36% të rasteve. Në rrugë, ndryshimi rrugës. Përfshirja e këmbësorëve është 39% e rasteve. Vazhdon shumë e lartë. Pra, përfshirja e motocikletave dhe përfshirja e motocikletave 25% e rasteve. Pjesë më të madhe të ngjarjeve rrugore të cilat janë me fatalitet janë përfshirja e këmbësorëve dhe motocikletave. Dhe këtu hyn lojë ti, Zaloshën, pasi ti kemi edhe statistika të tjera, pra janë 47 viktima në këmbësor, 8 viktima në biciklistë dhe 16 motociklistë në 2024, dhe ndërkohë që shikojmë janë shumë shtuar viktimat nga motocikletat. Nga motocikletat, ciklomotorët, mjetët me patina, me pedal. Janë dyfishuar nga vjetë. Si vjetë janë dyfishuar viktimat që kanë qenë përdorim të motocikletat. Dhe me motocikleta përfshihen të gjitha nga ka një kufi shpejtësie. Mjetet me dy rrota, klasifikojmë edhe këto që janë monopatinat. Mbi 25 km/h, që ecin mbi 25 km/h, në kategoria ciklomotorë. Përfshihen tek motocikletat, me fjalë. Dhe ka pas, unë nuk kam parë, se unë ndjek çdo vit, madje çdo muaj, jo çdo vit, po unë nuk kam parë, si këtë vit, nuk kam parë një dyfishim në këtë, sidomos për këtë... Po, është fix dyfishim nga dy rotat. Dhe po të shohim gjithë viktimat nga vjetë në si vjetë, po thuaj se treqereku i rritjes së viktimave ka ardhur nga motocikletë. Dhe bie që këto janë kryesisht dhe moshëre. Moshëre, po. Dhe përgjithësisht kemi në rast. Sa i përket do mjetët me motor, ciklomotorët, mjetët me monopatinat, të cilat janë disa monopatina që ka një fuqi të saktuar dhe pikërisht ky lloj mjeti tani është futur kohët e fundit pas Covidit, është vendosur dhe në shumë vende të Bashkimit Evropian akoma ende nuk ka një legjislacion për mënyrën se si nuk është vetëm problemi jonë, është problemi i vendeve të BE-s. Për gjithë Europën, gjithë botën është futur. Janë mjetet të reja të cilat, megjithatë në kodin rrugor, akoma ky mjet nuk është i klasifikuar si mjet, se hyn një mjet midis mjetit me pedal dhe ciklomotorit. Vetëm kam një pyetje. Ka po Leden, se pse të nxjisha edhe pjesën do të theksojnë lidhje me përfshirja këmbësor edhe motomjete. Është rreth 64% e ngjarjeve që janë me fatalitet. Pra vetëm këmbësor edhe motocikleta. Pra nga komplet statistika që kemi nxjerrë në total, 64% e ngjarjeve janë vetëm përfshirë këmbësor. Praktikisht 2/3 atyre që kanë humbur jetën, shtetës që kanë humbur jetën në Shqipëri, janë këmbësor, biciklist, motociklist. Në Europë kjo është 20%. Okej, po atëherë këtu dalim tek thelbi i problemit. Dolëm pak shpejt, po le të shkojmë te thelbi i problemit. Nëse ti del sot, po flas për Tiranën, sepse besoj që edhe nëse bëhet fjalë për motociklist dhe këmbësor, i bie që janë kryesisht në zona urbane. Jo, zona urbane. Ma shpjegoni atë, se ka të bëjë problemi, aty pastaj shumë tepër. Po le dion atë këto motocikletë janë dy elementë që normalisht duhet i gjen më shumë në zonat urbane. Tani si nga këmbësorët dhe pastaj kalim te mjetet me dy rrota. Problematikë shumë e theksuar janë, të flasim te përdoruesit e rrugës që hyjnë mjetet me dy rrota, këmbësorët edhe ciklistët. Një pjesë e madhe e këmbësorëve janë të padisiplinuar dhe nuk kanë kulturën e sigurisë rrugore. Dhe lëvizja e tyre është e organizuar dhe dalin në mënyrë të menjëhershme në rrugë dhe duke bërë burim për ngjarje rrugore. Doja të bëja një krahasim tjetër që themi shpejtësia. Ne të flasim në rastet kur aksidentohet një mjet me një mjet tjetër. Janë aty situata për ngjarje rrugore me dëmin e njerëz është shumë e vogël. Në krahasim po të përllogarisim një mjet me një këmbësor, sepse janë dy trupa prej metali dhe kurse në rastin tjetër kemi dy trupa të ndryshëm, metal me një njeri. Do thotë që automatikisht njeriu është i përfshirë në... është i zbuluar, nuk është i mbrojtur. Pikërisht, kjo është pjesa. Vendosen dhe masa ndëshkuese. Patjetër. Ne kemi edhe një statistikë që ka marrë për 2020. Po, janë vendosur dhe një farë kohe pati njoftime edhe nga drejtoria, jo vetëm e përgjithshme e rrugës, po dhe e Tiranës, që për shembull ne kishim mbi 50 masa ndëshkuese në një ditë. Vetëm për këmbësorët që hynin nuk respektonin vijat e bardha ose hynin me të kuqe ose nuk hynin për autostrada. Po kjo nuk dha efekt gjithsesi. Nuk dha efekt sepse unë mendoj që këtu vazhdon ajo ideja që për shembull kryeministri kur nisi me këto ndërtimet pa lehta,
në fund para u deliruat Sqaron të tha nuk do e kemi ta vetëm për javë, tha, po do të na mbajmë 4 vjet. Është kjo ideja që këtu punohet me fushata. Nuk edhe normalisht nuk mund ndryshosh mentalitetin me fushata. Me ditën e verë apo me javën e verë, se i projektojmë ca me gjëra. Tu duhet kthehet që kjo të jetë edukat e përdit punës. Në radhë parë, kjo pastaj është detyra e policisë së parë. Kulturë e sigurisë rrugore në lidhje me këmësorët, pasi e shoh një shumë larg asaj çfarë ne kërkojmë në lidhje për uljen e ngjarjeve rrugore. Tani për një statistikë që kemi. Po të jap një shembull. Tash i flasim për statistikat. Po flasim për këmësorët. Për shembull, po të shkosh po për këmësorët e kam. Te rreth rrotullimi Zogut Zi. Po. Aty ka vijat e bardha, nuk respektojnë kur. Po njëkohësisht aty kryqëzohen disa akse të tmeshme rrugore. Pra kemi trafikun që vjen nga Istenjishi, që vjen nga Lapraka, që vjen nga Don Bosco. Pra le të themi aty kryqëzohen dhe aty në një moment caktuar këmësori, kur shikon vijat e bardha, në njërin ngrehet celularin dhe e merr dysta të rrugën. Në kohë aty, nëse policia do të arrinte të bënte rolin e semaforit, sepse aty vijat e bardha automatikisht pra shoferi ndalon se janë vijat e bardha. Por ndërkohë aty ka vijat bardha në 4, 5, 6 akse rrugore. Dhe në këtë moment... Jo, aty varet nga edukata e këmësorit cili do, nuk do të kaloj, se në moment për shumë që ai ka përcjell në vijat e bardha, fillon kalimin tjetër, edhe bëhet Dakor, po aty në këtë moment mendoj unë që duhet të jetë policia që të disiplinojë këtë lloj trafiku. Përndryshe, përsa ko aty automatikisht kanë këmësorën, trafiku bllokohet, në një nxehet, në një shofer nxehet, në një tjetër tash në një këmësor i bie celularin mes vijave të bardha. Pra le të themi, ky problem si zgjidhet le të jam për shkak. Po të mark për këtë, po ta mark këtë shumë konkret. Ku ta thash, vijat e bardha, këmësorët kanë prioritet, po janë 5-6 akse kryesore rrugore që kryqëzohen në atë që është ndoshta rreth rrotullimit më i rëndësishëm i kryeqytetit. Është një kryesor, do që ka institucione që bëjnë studimin edhe për lëvizjen e mjeteve, lidhje me dinamikën, ngarkesën edhe për këmësorët. Se këtu është siguria rrugore. Patjetër që po. Normalisht ne po flasim për shembull për orët e mëngjesit kur fluksi është shumë i madh, si i nxënësve, ashtu dhe përdorësve të rrugës si përdorësve të mjeteve. Në zonat që vërtet janë pranë shkollave dhe fluksi shumë i madh orientohet me shërbimet policisë rrugore për orientimin e këmësorëve dhe për t'i dhënë prioritet dhe për orientimet e fluksit trafikut. Megjithatë, një pyetje kam unë, Zalosha, me që ti e marrë dhe jashtë me këtë punë. Normalisht, kur ndërtohen këto akset e brendshme apo dhe të jashtme, domethënë, a bëhen studimet me fillesor, po marr një shembull që mua ka bërë përshtypje. Po marr një shembull konkret. Është rruga midis shkollës Kosova dhe liceut artistik. Se di se ka emrin që zbret poshtë për tek televizionet dhe tek kryeministria. Ajo është një rrugë kur në momentin që prindrit çojnë fëmijët dhe marrin fëmijët, aty bllokohet, edhe policët nuk kanë çfarë bëjnë me thënë vërtetën, sepse bllokohet nga makinat e prindërve që marrin fëmijës në mos ku ka rreshtë, ku ka shi. Tani aty kam parë që aty gjysma e rrugës është bllokuar për shkak të një ndryshimi që nuk e di kush e ka bërë. Po normalisht. Aty një dhe aty para kryeministrisë, para vajtut të kryeministrisë. Kryeministria mund të ketë një arsye, është kryeministria, etj, mund të ketë element të caktuar që për çështje sigurie, institucione qendrore etj. Po te kjo rruga për shembull, kush e ka, ai që e ka bërë, a këta njerëz a kalojnë, a e kuptojnë që ajo rrugë, edhe ai sa ishte e madhe, bllokohej ku ka një